Po, vendimi natyrisht që është i duhur për me numru votat, rinumru. Ky diferencë kaq e madhe mes votës dhe tjetërsimit pas nej është shqetësues, po gjatë është hera e parë që po ndodh, të paktën me çka kom pa edhe prej kompetentëve të kësaj fushë, kështu e kam pasqyru, mirë po çka kishte mujt ndoshta me nxjerr ma tepër prej kësaj, kjo tregon një farë alarmi, edhe çka na takon neve edhe si politikë edhe si shoqëni është me kuptu simptomet çkafit është, edhe çka ka ndodhur me politikën në Kosovë, edhe pse është bo një vend ku ma shumë shihet si përfitim edhe pushtet për pushtet, se sa një fushë ku ti merr pjesë për me i shty dobindjet tua dhe me bo jetën ma të mirë në Kosovë, apo? Kështu që është tejet jo etike tjetërsimi i votës, po përveç se kjo sigurisht i gjen kanalet e veta mu adresu ligjërisht, na duhet me gjetë arsyen pse po mrim puna deri këtu, që mos me u përsërit, se nëse kemi me adresu veç përmes infrastrukturës ligjore, gjobitjes e kështu me radhë, kjo e garanton përsëritjen për shkak se çka e shkakton këtë gjendje anomalike në politik është mungesa e do idealeve, besimeve, cilat pasnej s'lojnë me mritej të kjo pikë. Kështu që duhet pra zgjidhja është e politika pikërisht aty ku edhe ka lind problemi. Kështu që për mu, fajtori do të me u pa ma shumë në kush ka pas përgjegjësi, ma shumë mos me ndodh kjo. Ideja që, ose diskutimi qysh partitë e vjetra kanë vjedh vota, kanë përfitu për interesat e tyre edhe ekonomikisht, financiarisht e kështu me radhë, ka qenë etiketa që partia tash e madhe vetëvendosje e ka përdorur kundër këtyre partive. Rrjedhimisht këto parti kanë pas për obligim me ofru diçka tjetër që nuk është veç vërtetim e asaj çfarë kanë thënë këta eksponent pushtetit tash për ta. Do me thonë, krejt që kanë bo opozita në këtë rast, është e kanë konfirmu një akuzë që ka qenë formë akuze për ta. E kanë pas rastin e artë, mos me e përsërit të kalumen, mirë po siç duket mungesa e një ideje ma të madhe për çka ti sakrifikon e ipësh, i ka pru te kjo që politika mas nej me u pa veç një farë vend punësimi edhe një garantim i strukturës me qëndru gjallë, mirë po kjo nuk është asgjë më tepër se sa forcimi një force e cila tashme është në rritje edhe e cila është antidemokratike në thelbin e saj. Kështu që për qëta, kur mshtrohet kjo pyetje, përgjec kryesore shoh opozitën për shkak se ka pas për detyrë me mbrojt demokracinë. Demokracia në Kosovë rrezikohet prej vetëvendosjes në plot rrafshe. Partitë opozitare, cilat edhe kanë thonë për vetëvendosjen që është autoritare, kanë pas obligim, është dashur nivel misioni me pas, që mos me e përsërit këtë me po siç duket kanë qenë preokupuar me skemat ndryshme përfitimit votave dhe kjo lën shumë për me dëshiru. Po menoj që heshtja është e qartë, këta fshihen prapa ligjit edhe drejtësia le ta bëj punën e saj, kjo fjalia famshme, mirë po çka me thonë për kur hajnia është kaq masive, kjo tregon për organizim strukturor. Kjo tregon që disa grupe kanë favorizu disa tjere kështu me radhë, çfarë të thojnë partitë politike përveç arsyetimeve. Nuk di tash konkretisht çka është pse nuk përgjigjen, mirë po vërtet mendoj që është një deficit i madh idesh edhe morali. Çka ka ndodhur është e rëndësishme me kuptu, është që me përfundimin e ideve janë të kur parti. Do me thonë, kriza nuk ka fillu kur këto parti kanë humbë votat, kriza nuk ka fillu kur këto parti janë të kur në strukturë. Kriza ka fillu kur idet kanë fillu me uzbe. Edhe sot mujna me thonë me lirin ma të madhe që në fakt këto parti opozitare janë të reprezentueshme mrena që ka përfatson partia ma e madhe që është lëvizja vetëvendosje. Kështu që
Prandaj na insistojmë për një politikë tre. Kosovës i duhet një politikë e re që e rivendos raportin mes njerëzve dhe politikës, njerëzve mes vetës, ku ka ma shumë solidaritet, ku ka ma shumë ndërthurje çështjesh, edhe ku bëhemi bashkë për këto problemet e reja, po dhe me ndërtu diçka ma mirë për vete si alternativë, si një vizion tri ku nuk është krejt kohën replikë ndaj pushtetit, po diçka krejt e re. E këto parti opozitare, parlamentare kanë të pamundën sot me bëmo këtë punë. Kështu që ka përfundu për fat keq, po ndoshta edhe iluzioni është mirë ka njëherë me përfundu për mu pa gjana të ma qartë, mirë po partitë opozitare, parlamentare kanë përfundu si ide. Diskutimi deri tash ka ndodhë ta gjejmë fajtorin zinxhiror prej atij që ka urdhëruar deri te klasa dhe komisioneri. Unë ndaj një mendim tjetër. Natyrisht duhet të shihet zinxhiri e krejt, mirë po nuk ish dash probleme me u mbyll te klasët, sepse kjo nuk po e lën me pa tërsinë pse ka ndodhë edhe kush e ka urdhëruar. Në fund ata politikanë që i kanë udhëheq këto po pshtojnë prej krejt barrës, ndërsa po ndëshkohet ai atje në Kaçanik ose Han Telezit ose Mitrovice kështu me radhë, e nuk është fair për shkak se megjithatë mrena strukturave secili ka përgjegjësinë e vet, po prap duhet ndëshku edhe marrë dënimin ata që kanë përgjegjësi më të madhe. Edhe nuk ish kom fair me i ranë qafë mas pari e mas shumti komisionerit e vëzhgusit, po politikanëve dhe politikës që e kanë kthy politikën në interes edhe që e kanë zhvesh për çdo ideali. Ky është dëmi më i madh që kanë bërë për te rezultatit zgjedhor.